Vazhdojmë tutje rridhën e emisionit me mysafirën e radhës. Në studio kemi psikologën klinike që është Fatlinda Rexhaj, me cilën flasim pak për gjeneratën Z, ata që përmendëm edhe më herët me agronin, një brez që po ndryshon rregullat e komunikimit, identitetit dhe mënyrës së jetuarit mes teknologjisë, rrjeteve socialeve e po ashtu edhe këtyre sfidave moderne. Gjenerata Z po përballet me realitetet të reja psikologjike e sociale që meritojnë vëmendje edhe kuptim më të thellë e që do ta elaborojmë me Fatlindën. Mirëmëngjesi, Fatlindë, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta. Edhe po të shfryhemi sot, a? Hajde. Po i qesim krejt që aki. Mire, Fatlinda, mirëmëngjesi, kënaçi që flasim sigurisht. Është edhe një thirrje për ta, por besoj që na shohin. Po edhe na shohin, s'na dëgjojnë. Lodhen bile. Edhe nëse na shohin, po jo ideja Fatlinda që diskutuam edhe me Delfinin më herët që tham, si më thon, nuk e dim nëse ndonjëherë po është konflikt, thoj za gjeneratash edhe nëse secila gjenerat, si më thon, e ka bindjen që gjenerata vetë është më e mira, edhe kanë punu më shumë, kanë avancu më shumë. Edhe është një problemi mandej me kuptu gjeneratën që po rritet në rrethana tjera, në kushte tjera dhe reflekton edhe, si më thon, e ka komplet një mendësi ndryshe. Por mandej, matematika s'po na del. Çfarë po ndodh me Gen Z? E vërtet, Gen Z është një prej sfidave ndoshta të këtij shekulli, ta themi, sepse ballafaqimi do thotë me këtë zhvillim teknologjik do thotë ka bërë shumë atë vështirë me pas mandej konsekvenca. Në aspekt psikologjik janë të afektuar si gjeneratë dhe në këtë rast kanë shumë mungesa në aspektin e përshëndrimit edhe gjithçka tjetër, nëse i shikojmë në aspektin e shkaktarëve pse ata e kanë një sjellje të caktuar. Do thotë flasim për trendet, flasim për zhvillimet globale, flasim për format qysh teknologjia ju është servu. Gen Z do thotë përfshin vitet e fillim viteve të 90-ta deri në 2012, do thotë sipas literaturës, ndërkaq 2013-ta e tutje deri në gjenerat tjetër alfa, në këtë rast që realisht ka me pas shumë më shumë. Që janë fëmijët e millennials. Po, tash do thotë gjenerata jonë kryesisht viteve do thotë 80-ta dhe fillim viteve të 90-ta dhe 70-ta, në këtë rast kemi pas shumë më pak resurse, shumë më pak mundësi ndoshta, dhe realisht nuk ka pas probleme të shëndetit mendor këto që janë tani. Dhe gjenerata Gen Z në këtë rast ka shumë kërkesa për vëmendje dhe për më jap hapësirë për me pas trajtimin e shëndetit mendor si prioritet. Do thotë në bazë këtyre ulëmtimeve vret që shkalla e stresit edhe anksietit dhe depresionit mas shumë të gjenerata Z është identifikuar për shkak të shumë zhvillimeve dhe konsiderohet që me zhvillimin e teknologjisë prej viteve të 90-ta që ka filluar ju referohet si gjenerata arritur me teknologji. Komplet do thotë janë që s'din kur është teknologjisë në një mënyrë. Se din jetën para teknologjisë, ashtu mungesa e raporteve sociale, integrimi i teknologjisë në gjitha sferat e bën gjeneratën Z u ballafaqu mandej me probleme shumë të mëdha të shëndetit mendor, edhe realisht në bazë të statistikave shumica prej tyre kërkojnë ndihmën e një profesionisti për shkak se edhe ka njohuri më tepër, mirë po edhe nevoja që ata përballen është e prezente. Do thotë kemi të bëjmë me një gjeneratë ku ndoshta një mesatare e kalon kohën në internet ose në rrjetet sociale 6 shtator ditës, që realisht 6 shtator nëse i bëjmë në atë rregullin 888 e merr secilit aktivitet nga 1 orë ose 2 orë gjumit, aktivitetit akademik për shembull, edhe pjesës së kohës lirë, gjithçka është internet edhe qasën rrjetet sociale. Cilat ndoshta janë ato tiparët ose përkufizimet që bëhen për një gjeneratë të caktuar edhe ato që e tha pak më herët agroni që kanë si konflikt pastaj me gjeneratën tjetër që vjen? Kryesisht do thotë tiparët që i karakterizojnë gjeneratën se bëjmë krahasim tash me gjenerata të tjera është mundësia, do thotë përveç rrjeteve sociale dhe ekspozimit të shpesht, në këtë rast janë edhe mundësitë për me mujt me kry punë online, do thotë edhe një lloj shfaqësimi në formën që unë mund të punoj online dhe mund të kryj gjërat në formën e duhur. Do thotë karakteristikë është kjo, edhe zhvillimi teknologjik ka bërë të mundshme që me pas një servim më të lehtë në këtë formë jetese. Do thotë stili jetesës, shumë gjëra të tjera kanë determinuar që gjenerata Z me pas thotë impakt pastaj në mënyrën qysh ata jetojnë, çfarë stili jetesë, do thotë në aspektin e vëmendshmërisë ose formës që informata janë pajisur më shumë se sa gjeneratat tona për shembull. Millennials në këtë rast do thotë ju referohet që si një gjeratë shumë informuar, por njëkohësisht edhe shumë të kujdesshëm në aspektin e
vëmendje sa i përket shëndetit mendor, sa i përket stilit jetesës, formave qysh ata e strukturojnë jetën. Në fakt, tash shumë ka friksion kjo, Fatlinda, realisht në botë, sepse është duke u bërë një diskutim global për Gen Z, shumë ka friksion kuptimin asaj që tashmë është një gjenerat që ka nisë me marrë përgjithësi, apo jo, ka nisë me udhëheq sektor, ka edhe pas një kohë komplet barra e përgjithësisë ka me mbetë ta, edhe shtetërore. Sa mos besu se je, unë e keshtë të menu, një qa keshtë të menu, për kufit, kush me dirujt, hajtë se po flaj, se po me gjumë. Të bëj një dush një. Hajtë se, ko. Pra, si me thonë, se kur flasim për Gen Z, ma ndaj po flasim pak për dembeli, pak për përgjithësi, pak për, nuk e di, një farë neglijence, se di qysh me kategorizu ose karakterizu, po ma ndaj është një diçka që na pëlqen. Të ta në pëlqen kjo nështë ta gudzimi për me thonë ju. Pikërisht. Vendosa kufive që përmendëm ma herët në aspektin personal që gjenerata tona kanë pas. Nëse thot ju, po dhe po ne... Gjithmonë përindrit nuk mundë mja realizu. Kuptime asa kemi qenë matë në nështrum. Pikërisht. Stili përindrimit ka qenë një tilë, të thotë që ti është e ki pranu... Nuk thashtë e kufirat, si me nuk kufi shtetëror. Kufi shtetëror, kuptoha. Po, kush në erën kufit, dhe më thonë, kush në bënd me qenë sigur në aspektin e sigurisë, po, shumë vërtit se në aspektin e vurës kufive, dhe thotë personal, është një plus në aspektin që se cili mundet me udheqe dhe me menagju me jetën e vetë, në aspektin tjetër, dhe thotë, menagjimit rrethana vjetësore. Mirë po në aspekt prindrimit, aty dhe thotë është klesh ose kjo beteja, ta themi, për plasja që realisht e vrejnë se jo ti gjeneratën tonë që ka ke bu nuk është kjo tash aktuale, ose bëjnë vazhdimisht krahasime, dhe thotë Gen Z ju referohet vazhdimisht garave, për me mri kush me qenë maj miri, me pas krahasimin mes njëri tjetrit, me pas një lloj vetbesimi matë madh, me tërgu guxim, dhe në këtë rast mos me ju nështru çfarë do lloj autoriteti, sepse ata kanë informata më tepër edhe dinë më shumë. Pirë po kjo nuk është diçka që e determinon, do thotë, plotësisht këtë trend që është duke pas gjenerata Z. Shumë mirë. Mirë i thënë që... Si po ndikon rrjetet sociale në përgjithësi, përdorimi shumë të rrjeteve sociale të ta, edhe të kriza identitetit pastaj, edhe të mënyra jetesës së tyre, gjithçka tjetër. Rrjetet sociale do thotë janë një burim shumë i madh i stresit, njëkohësisht krahasimit me tjerët. Koha e kaluar do thotë është vazhdimisht një lloj modeli, shërben një model tash. Në këtë rast i referohen një modeli i cili nuk ishte dashur me qenë prezent në jetën e tyre, dhe në këtë rast gjitha studimet ju referohen formave qysh me e nxit këtë gjenerat, me ofru sa më shumë atraktivitet në aktivitetet që nuk janë online këtë rast. Nxitja e aktiviteteve që ka të bëjë më shumë me socializim, me pjesën ku ata mundën me qenë më kreativ, më produktiv në aspektin e çfarë do lloj ndërmarrje, ndërkaq pjesa e rrjeteve sociale, platformat e njohura si tash që janë prezent TikToku, Instagrami, Facebooku dhe gjithçka tjetër, do thotë ka edhe të tjera platforma që trit i përdorin në një masë shumë të madhe, edhe realisht aty e gjen sigurinë e vet. Dhe kjo është një lloj përkeqardhje për shkak se secili prind do thotë duhet me pas parasysh që duhet mi qëndru shumë afër në aspektin e afërsisë emocionale, sepse në këtë botë vijmë të lirë dhe shkojmë të lirë, edhe kemi nevojë për disa gjëra të cilat nuk mundemi me marrë forma tjera, na duhet siguria, edhe siguria t'japet vetëm në shtëpi. Nuk e gjen domosdoshmërisht sigurinë në grupin social. Ajo është një mbështetje shumë e mirë po në këtë rast sigurinë edhe atë mbrojtjen e ka në familje. Për atë arsye prindrit duhet të jenë shumë konshient në aspektin e përdorimit edhe orëve të gjata dhe të bëjnë një lloj shiftje ose një lloj ndryshimi në aspektin e përdorimit të teknologjisë në kohën kur qëndrojmë ta në shtëpi. Kjo ndoshta edhe një thirrje për shkak se vrehet që është një përdorim shumë i lartë i teknologjisë në mesatarë 6-7 orë, do thotë edhe që shkon deri në 16 orë, 17 orë. Çfarë bëjnë prindrit një fëmijë që është Gen Z, që është i rritur, që ka moshën madhore, edhe që siç e tha pak më herët agroni që s'dëgjojnë, nuk i binden për shembull edhe as këshillave që janë të mirën tëne. Jo rastisht e përmendëm. Prindrit janë situatë vështirë. E vërtetë edhe kuptoj plotësisht. Prindjam edhe vetë, edhe është shumë e vështirë, po duhet me gjetë atë qetësin gjithmonë pjesa e komunikimit, e dim në një marrëdhënie të shëndosh familje, në një marrëdhënie çift, gjithçka pa komunikim nuk mundesh me mri. Kështu që duhet me gjetë një mes përbashkët edhe një mirëkuptim që
kohën me kalu sa ma shumë me ta, edhe me jep hapësirë vëmendje. Mos mendojnë prind që nuk e kanë vëmendjen e fëmijëve nëse ju flasin diçka dhe janë në teknologji. Vëmendja gjithmonë është e përqendruar të prindit, mirë po është diçka që ai konsideron që për momentin nuk është shumë e rëndësishme, ndërkaq që nëse e pyet më vonë, po, patjetër. Nëse e pyet më vonë, thotë po të kom dëgju, më ke thonë këta, mirë po për momentin kom qenë zonën, hajde tash kalojmë kohë. Do të thotë pjesa e kohës me fëmijën është ajo që duhet më jep në secilën moshë, qoftë edhe në moshën 14, 15, 16, flasim do të thotë edhe në moshë madhore 18 e tutje, për shkak se ka nevojë me pas atë sigurinë që ju ka jap në femirinë, sepse që thash është nevoja për me pas mbështetje dhe siguri, kjo arrihet vetëm me kontakt social. Në momentin kur ti kalon gati 12 orë në rrjetet sociale, ajo bën do thotë kontaktin social më konshta me fakt. Mirë, Fatinda, po realisht teknologjia pra e ka pjesën e vet të fajit, po them të përparësisë në shumë dimensione, në shumë raste, por edhe të fajit për ato se si po reflekton Gen Z sot, po a ka dhe faj tjetër, si më thonë, fajit azëm edhe i shoqërisë edhe i prindve që krejt ato zhvillime dramatike që ndodhen, pra kalimi prej në shekullin e ri, i gjeti pa përgatitun. Edhe si më nuk ditën pas se si me usil edhe ju dorëzum teknologjisë krejt, kështu kolektivisht si shoqëni. Edhe mandej që aty në është, si më thonë, gabum diku. është shumë rëndësishme po në një pikturë ose një fotografi pak më të gjanë këta, mos me e marë për fajin veç prindi në këtë rast. Sepse zhvillimet të thotë janë të shumta, edhe në këtë rast një zhvillim i hofshëm, ty ta ndikon që duhet me qenë hap me të. Nëse nuk e ki mundësit në aspekt ekonomik, ti nuk më rinë definitivisht me i përcjell gjitha trendet që janë globale, dhe në këtë rast dhe thotë bëhet një lloj shkëputje, se cili fajin duhet me pa në aspektin që qysh kisha mujt me ndryshu jetën e fëmijës tim, në këtë rast për prindrit, në formën që më jep hapësirë me përveç afërsisë emocionale, me mri me shpreh veten çka janë nevojat e tij. Do thotë, në momentin kur nuk mrin nevojat më dëgju, automatikisht këto nevoja dëgjohen me një vesh tjetër ose me një formë tjetër, që zakonisht është virtuale, dhe shohim do thotë pastaj rrezikun tjetër që ju kanoset gjeneratës zënë këtë rast është komunikimi me personat të panjohur në rrjetet sociale, e cila e merr vëmendjen, do thotë ai që e ka kërku, merr vëmendjen e cila është shumë e dëmshme në aspektin pastaj zhvillimor dhe e krijon do thotë një siguri fiktive në aspektin e komunikimit, sepse ai është në dispozicion në këtë rast. Edhe duhet me pas parasysh që zhvillimet jo gjithmonë i kanë ato pikat të forta të veta, kanë edhe pikat të dobta, tash flasim do thotë edhe për pjesën e inteligjencës artificiale që është shumë dimes në aspektin e punës, mirë po, në anën tjetër, lënë shumë profesione cilat nuk janë të dukshme dhe i bën të padukshme këtë rast. Vërtet. Krahas përdorimit madh teknologjisë dhe të rrjeteve sociale dhe gjithçka tjetër që është e pashëndetshme, cilat janë disa faktorë tjerë që mund ndikojnë ndoshta në ndryshimin e këtyre gjeneratave të reja që po vinë. Ne munduemi me i rritë fëmijët sa më shëndetshëm, sa më mirë, po ka shumë hulumtime shkencore që janë bërë në botë që gjeneratat po ndryshojnë, sidomos po vërjet të meshkujt, një ramje testosteronit për shkak të përdorimit më lartë të hormone disruptions që janë për shembull plastikat e këto gjanat e tjera, edhe pamja e meshkujve po ndryshon, po është më feminine, edhe pastaj po normalizohen disa gjana, për shembull si përdorimi i make-upit, për shembull te meshkujt ose gjanat e tjera, të cilat për disa njerëz normal nuk janë aq normale, Nëse kuzoj të them kështu se tash më reagojnë. Me aty shkrimenja po. Aty hyme një fushë tjetër pastaj. Kam drejt me bo pyetja. Po, patjetër. Është shumë me rëndësi kjo që thu, thotë prapë kemi të bëjmë me pjesën e lirive dhe drejtave. Secili person ka të drejta jeton jetën në formë më të njëjtshme. Po faktor që bazohen në atë që është pjesa e ushqimit, do thotë nëse i dedikohemi pjesa e përdorimit të materialeve, të cilat do thotë janë ecik edhe vetë në aspekt shkencor dhe me hulumtimi janë të evidentume si të dëmshme në aspektin pastaj të riprodhimit edhe të formës qysh konsumojmë, do thotë ushqimi është i pakontrollueshëm në shumë forma, përbërësit janë shumë të rrezikshëm nëse i shikojmë detaje, edhe në këtë rast gjithçka duhet t'i vihet
në dispozicion një mekanizmi i cili duhet ta përcjell pjesën e sigurisë pastaj, se çka konsumojmë, çka pijmë, çka realisht jemi në kontakt çdo ditë. Edhe pikërisht kjo e ka ndikuar pastaj edhe pjesën e riprodhimit, që kemi edhe problemet pastaj me fertilitet edhe shumë të tjera, të cilat janë pjesë e një zhvillimi, prapë i referohemi zhvillimit teknologjik të madh i cili ka ndodhur edhe në aspektin. Kjo është në gjithë botën, se po është të një material që tregonte edhe aziatikët, për shembull sa më maskulin janë duk më herët, ndërkohë që tash duken shumë ndryshe. Gjithçka kemi të bëjmë me pjesën e modifikimit, domethënë të ushqimeve ose të produkteve të cilat që po ndikojnë pastaj te hormonet. Pikërisht, në aspektin asnjëherë më shumë se sa tani nuk e pas probleme të çrregullimit hormonal. Edhe më shumë se ndoshta kjo ke mundi të thotë. Edhe fakti që ti ja lejon vetes që bën edhe kështu. Edhe është një farë norme. Edhe një farë po që po ndryshojnë normat. Mirë, e përmendëm Fatlinda pak edhe Dembelin, si më thon, sepse prindrit na dolën temë. Na dërym temë. Prindrit nganjëherë po janë, si më thon, po janë kritik në këtë aspekt që fëmijët janë bërë shumë adement, fëmijët e Gen Z për shembull, fëmijët që po rriten sot janë shumë më demel, shumë më, nuk di, shumë më plus më pa ambicie. Do të thonë, shumë pak ambicie shohim te kjo gjeneratë, me këtë do të flasësh që i ka fëmijët e asaj moshe në botë, globalisht pra janë këto diskutime, pra është mungesa e ambicjes. Pse u shtymbën këto ambicie? Pse u fikën këto ambicie? Kur je gati më shumë se 12 orë në rrjetet ndryshme, ti ki shembuj të ndryshme që të servohen. Edhe personi thotë një formë më të lehtë për me arrit deri një formë tjetër jetese. Përdorimi i rrjeteve sociale nuk e ka bërë vetëm efektin e qëndrimit edhe të pjesës së izolimit, do thotë nga jeta sociale, edhe shoqërore, por e ka bërë shumë atë fokusuar me fëmin, këtë rast me qenë prezent në ato modele cilat nuk kanë më qenë ndoshta të shëndetshme, dhe në këtë rast largimi ose izolimi i vetë e ka identifikuar, ka bërë personin me qenë shumë i gatshëm, mu ballafaqu me gjëra të cilat nuk janë shumë të shëndetshme, se ke më herët, mirë po kanë shumë rëndësi në mënyrën qysh ata ju qasen informatave. Do thotë bjen vullnetshmëria, janë shumë dëmbëlqe se në aspektin e ndërmarrjeve të reja, vendimmarrje, do thotë iniciativë. Absolutisht, pjesa e iniciativës vret sepse motivi është i ulët. Dhe në momentin kur kemi na motiv të ulët, automatikisht vjen deri te një demotivim i personit për shumë me ndërmarrë diçka të re. Pastaj është frika, se nëse ballafaqohem me diçka të tillë, nuk mundem ja dalë dhe këtë rast rrin në komfort zonën e vet. Ku është komfort zona? Është në një rrjet social i cili jep një lloj forme, një lloj adrenaline për me shumë me mri me majt lumtur. Po kjo mandej vazhdon ta themi me muaj, me vite, edhe bëhet një shprehje e cila është vështirë për të çrënjosur. Edhe në këtë rast do thotë ndikimi nuk është vetëm në pjesën sa kohë kalon, po mënyrën qysh ai stimulon trurin për me funksionu në një kohë shumë të madhe të ditës, duke pa do thotë modele të cilat janë në format për shembull të qenurit i pasur në formë virtuale, mbledhja e fondeve në forma të ndryshme, të cilat atyre ju determinojnë një jetë shumë më pasive edhe në aspektin e aktivitetit fizik për shembull, sepse janë gjatë gjithë kohës në kontakt me teknologjinë, edhe në këtë rast nuk kanë do thotë një zgjidhje tjetër. Edhe e dim që edhe në bazë shkencore aktiviteti fizik e nxit personin edhe nxit energjinë dhe adrenalinin për mu ballafaqu pastaj me jetën sociale, kështu që është shumë e vështirë për me mujt me ndalu, mirë po duhet me pas shumë mekanizma mu mbledh secili gjenerat që na ka njoftu me ankthin shumë. Shumë. Është shumë e shpesht termi ankte te kjo gjeneratë, nuk e di pse ndodh kjo. Realisht, e që ka dhe në fillim, do të shumica e Gen Z që raportojnë gjatë kohës sa kanë përdorur do të teknologjinë, kanë edhe nevojat larta për me pas tretman edhe me pas vëmendshmëri në këtë rast, edhe shkalla e anktit do të është pikërisht pse rritet për shkak se shohin shumë pasiguritë e ardhmja. Për këtë arsye do thotë kanë demotivim, shfaqen shenjat e depresionit, stresi është i vazhdueshëm, edhe shenjat e anktit janë prezente, do thotë diku te 70% e tyre kemi të bëjmë me një çrregullim të ankthit, që cili të ballafaqohen. Si mund bëhet një balans ndërmjet jetës jetës virtuale dhe reale të ta? Cilat janë ato këshilla që ndoshta? Definitivisht duhet me pas parasysh secili i ri që është shumë e rëndësishme me pas këtë rregullin 888, gjithmonë ju referona
aspekti do thot kohor të kohës e lirë me u marrë me aktivitetet kemi do thot një vetësim, por nga një herë nuk aplikohet në masë që aktiviteti fizik, ndërmarrja, qëndrimi prindve afër për me ndëgju nevojat bazike që ata i kanë, edhe njëkohësisht forma që shkolla duhet me intervenu në aspektin e nxitjes së motivit për me mësu gjëra të reja, edhe pastaj kemi të bëjmë edhe me formën edhe metodologjinë e cila servohet në sistemin shkollor të vendit tonë, do thotë të gjitha kontribuojnë në mënyrë që ata me pas një qasje pak më pragmatike në aspektin e së ardhmes. Po fatlin dikush kishte me thënë që mos është për shkak se gjenerata Z është më e hapur për të marrë këshilla psikologjike ose për të kërkuar ndihmë të psikologët, se sa generatat e tjera, a mund tjetë edhe kjo? Po, realisht, edhe realisht edhe është e dukshme kjo. Prej pandemisë, do të kemi një rritje shumë të madhe të ndërgjegjësimit për të jep fokus shëndetit mendor. Ama është që ne këtë anktin, si nështë nuk i kemi lënë të në ndodhë, edhe për faktin që kemi qenë, s'kemi pas kohë, edhe kemi qenë shumë asocial. E kemi kalu në komunikimin njëri tjetrin, sepse... Po, shumë e shëndetshme kjo pjesë. Po, absolutisht. Pra, ata e të mbyllën, sepse nga njerë po e kam pushtimin, mos po e kritikojmë shumë, po i gjuna me ta, po neve absolutisht në qëtë pikpamje, po të them, që ideja që po dojmë atë mirën për ta, po paramendoj në sytë e tyre sa arka i duke me ne. Ku me dit, sa jashtë modës. Sa jashtë modë. Po, a janë shumë jo social. Sepse nisë po flasëm për ata që i kemi në rrethin tonë. Shumë jo social. Ta zëmë, nuk po e lartësoj qëndrimin në kafe, në kafene, po në kafeteri. Dhe interesimit i kam Kjo ndodhur edhe në Britani, për shkak në Britani, në Londër janë duke bërë plot lokale si pasojë e faktit që ka shumë pak njerëz të interesuar. Po nëse bisedon edhe me pronar lokalesh këtu, e njëjtë është. Pra gjithmonë më pak shohim njerëz që rrinë aty. S'po them që është mirë o keq, po fakti që thjesht ta s'po dalin. Duket rrinë gjatë natës në për të lojrat. Ose rrinë në shtëpitë e tyre lujnë online me po, edhe i kanë këto kafeterit tjera që kanë teknologji, terta, po. Kjo ka dhe lidhjen tjetër. Jo socializimi tyne. Jo socializimi, kjo ka dhe ndikimin tjetër, nëse ju qasim i këtë formë. Rritja do thotë e çmimeve, personat nuk kanë mundësi të paguajnë, zhvillojnë një stil jetese i cili për neve në Gjermani, nëse ke shku me i pa, ose në Londër ose në vendet tjera, me qëndru në shtëpi dhe me pi për shembull, ose me pas kohën e lirë, është normale për ta, sepse kostoja është shumë e madhe. Ndërkaq do thotë tek ne ka pas një ndryshim ndryshe, edhe gjatë cilën tani mundet me pas një efekt që mi ofru këto vendeve të Bashkimit Evropian edhe të vendeve tjera jashtë Bashkimit Evropian. Do thotë është shumë më rëndësi që koha e kalume në rrjetet sociale nuk është e barabartë, nuk është asesi e njëjtë me kohën në aspektin social, sepse në aspekt social ndryshe është tash po kaloj në aspekt profesional, ndryshe është një sesion online, ndryshe është një fizik, sepse ndjenja në aspekt human nuk është prezente. Edhe në këtë rast do thotë ka mundësi me të ndalë rryma, me pas ndërprerje të rrjetit, automatikisht do thotë hub ndjesia në aspektin e komunikimit. Kur e ke personin afër është një ndjesi tjetër. Një kohë e kaluar me një shok, me një shoqe, me një familjar, është ndoshta ajo pesha që e bën ndryshimin në aspekt të stimulimit të trurit edhe e bën personin me reflektu shumë ndryshe se sa të kish pas një këshill që e merr do thotë me AI sot të formuluar shumë bukur, mirë po pa emocion. Do thotë kjo është pjesa që e bën ndryshimin brenda. Është shumë përgjithësuar ajo. Pikërisht. Do thonë nuk është, nuk ka emocion, do thotë flasim për ato që na jep emocion, edhe emocioni është ajo që e karakterizon personin si qenie njerëzore në këtë rast. Jam të pyet ChatGPT-n, dhe me disa karakteristikat ose shembuj Gen Z, po thotë komunikimi digital e para, më ka dhënë. Po thotë njëri preferon të komunikoj më shumë përmes aplikacioneve si Instagram, TikTok e gjëra të tjera, sepse se sa përmes telefonatave tradicionale që i mësuam na. Se dia, dëgjon muzikë, ndjen një video, njëkohësisht bisedon në chat, të gjitha të njëjtën kohë. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Sepse është shumë responsive, sepse është menjëhershme. Përgjigja që e jep makina në këtë rast është e menjëhershme, sepse jo është një algoritëm i cili ta jep një përgjigje të përgjithshme, mirë po në këtë rast
ajo është ndoshta çka e vyn Gen Z, do thotë në momentin kur e bën pyetjen me pas më njëherë përgjigjen. Ndërkaq nëse e pyet prindi thotë nuk është në dispozicion. Një multitasking i vazhdueshëm, përderisa këto detyrat prindrore që ose prindërve që ja japin nuk i kanë. Absolutisht. Kjo përgjigje është faktikisht se robotët e përgjigjen që ti e don shpeshherë. Pra e ka mësuar me allon përgjigjen që ata e dojnë. E nëse e pyet prindin, prindi e pat përgjigjen sinqert që është më e mira për të, po që mund të mos i përshtatet, se duhet me uqu me lëviz pak. Pikërisht, ka obligime, nga përgjigja e prindit ka obligime ndërmerr, do thotë diçka duhet me ndërmarr. Në këtë rast po është shumë e gatshme, është shumë responsive në këtë rast menjëhershme, edhe është përgjigje klot, që quajna, do të thënë përgjigje një template i cili ju përgjigjet për secilin bazë karakteristikave të përgjithshme, do thotë nuk ka specifike. Në këtë rast, nëse e pyet një fëmijë që ka një kërkesë specifika, ja jep diçka më të përgjithësuar, edhe në këtë rast nuk mundet me referu, po është duke bënë një ndikim, do thotë edhe në aspektin kur ju referohet për këshilla në aspekt shëndetit mendor, edhe realisht nganjëherë nuk është e preferueshme për shkak se nuk e merrin ato adekuatën, edhe ne e dimë që secili individi ka karakteristika të veçanta, nuk është asnjë i njëjtë. Ne jemi të njëjtë vetëm nga lloji, mirë, po nuk e kemi karakteristika sa i përket personalitetit, edhe në këtë rast mundet me pas shumë një ndryshim edhe një zhvendosje. Si po treguan në shkolla, Fatlinda, sepse suksesi i shkollave po ndryshon edhe normalisht edhe shkolla duhet të përshtatet gjeneratave që po ndryshojnë e gjanat e tilla, por nëse flasim për Gen Z edhe flasim edhe për Gen Alpha tash e përmend edhe në fillim se mbeti kështu në kokë mungesa për qëndrimit shumë e theksuar te ta. Do të thotë mënyra se si ata mësojnë është krejt ndryshe prej asaj mënyrës tradicionale që jemi mësuar ne, që ndoshta as neves nuk ka përshtat, por që informatat i dojnë shkurta, shumë shkurta, të reduktume maksimalisht, ose të marra përmes videove, jo përmes shkrimit ose librave, gjanat e tilla. Është diçka që po ndryshon shumë. Është vërtet, do thotë kjo është vërtet edhe në bazë të shumë studimeve që është bërë, pjesa e përqendrimit secilën herë është duke shkurtuar në këtë rast. Flasim për një 4-5 minutë efektiv, edhe menjëherë do thotë bjen vëmendja. Automatikisht duhet me pas shumë nxitës të jashtëm, shumë kur është në ngritjet e zonit të personit që është duke ligjëruar këtë rast për me mujt me marrë vëmendjen. Kom pas raste në shkolla me mbajt ligjërata dhe mundësia do thotë me e shpërndar informatën ka qenë shumë e vështirë. Sepse në këtë rast do thotë nuk të referohen, dëgjojnë 2-3 minuta e zhvendosin vëmendjen diçka tjetër, e nxjerrin telefonin, shikojnë diçka, në këtë rast ti kërkon vëmendje ngrit zonin është kot. Është shumë një problem do thotë në aspektin e kohës gjatës së vëmendshmërisë, do thotë secilin herë është duke ra. Tash i kemi do thotë edhe iniciativat nga vendet ku thjesht sistemin e edukimit e kanë shumë atë mirë fillt në vendet skandinave, është ende tash do thotë kanë filluar me i rikthy pra pjesën e të shkruarit edhe tabelat. Në moment e shoh çdo ditë me klient kur jap detyra thotë aty shkruajnë telefon, më atë letër, kom se sa më i shkruajnë letër. Edhe realisht qëllimi është me pa se kur i shkruan ndryshe është në aspekt elektronik kur i shtyp shkronjat, se është diçka shumë automatike, ndërkaq kur e shkruan me dorë ka efektin e vet sepse ti po e kupton edhe po e vizualizon ato. Ndërkaq gjithçka që ka del nuk është diçka e njëjtë që krahasohet, po pjesa e vëmendshmërisë, pastaj kemi shpërndarjen e vëmendjes në disa gjëra, do thotë në këtë rast telefonin, librin, edhe mandej më duhet me bëu diçka në aspekt fizik me lëvizje. Shpejt do thotë në një formë me një minutë shmundon me imbulu gjitha. Edhe separacioni si duhet. Shumë e vështirë sepse e dim që nëse nuk ju kushtohen disa gjërave asnjëra nuk e fokuson në atë nevojën që ka, kështu që e ka pastaj edhe efektin afatgjatë në aspekt vëmendshmërisë sepse është mësu sistemi i nervorit tim me pas shumë stimuj, shumë ndriçim, shumë drita kryesisht. Mirë, zgjidhja ç'është Fatlinda? Po. Sepse po i kritikojmë, po analizojmë, po flasim në bazë të asaj që po diskutohet në gjithë botën, le t'i marrin edhe si kritika, po janë për benefit për ta tek e familja, po jo, edhe nuk ka prind, nuk ka se dikush i rritur që nuk ja don të mirën në gjeneratat më të re. Ç'është zgjidhja, ç'a duhet bëjmë? Pra, kjo është situata, si është, po duhet me ndryshu diçka, sepse kështu nuk shkon. Absolutisht, do thotë çka kisha rendit në aspektin... Duke pas parasysh janë gjenerat që e thamë më herët, po marrin përgjegjësi tash. Janë njerëz që kanë udhëhequr institucione, janë njerëz që marrin përgjegjësi shtetërore pas
veç ka nis, po pas pak kohë komplet bara do të bien mbi ta. Pikërisht. Gjithmonë me që e lesëm do të emisionin duke bërë krahasimin mes gjeneratës tonë dhe gjeneratës Z tani. Asnjëherë nuk na kanë lënë gjanat me i marrë të gatshme, që na kujtohet, do thotë gjithmonë prindi na ka jap diçka përgjithësi. Ti ke me bo këta, sepse ti ki me shku me dërgu diçka edhe në këtë rast ka bo përgjithshëm. Do thotë qëllimi edhe strategjia është me i nxit sa më shumë me marrë përgjithësi edhe me ju jep detyra. Do thotë me angazhu, mos me i bo të gjitha prindrit, mos me ja lënë të gatshme gjithçka, sepse fëmia në këtë rast ka nevojë për me pa që ai mundet, aja del edhe ka shkatësi do të thotë në këtë rast. Nëse ne nuk i besojmë, pikërisht, do të thotë kjo ndikon do të thotë edhe pjesën e ngritjes së vetvlerësimit të tij edhe vetbesimit për shkak se në momentin kur japim përgjegjësi, personi e merr, këtë rast fëmia e merr si të diçka që duhet me u angazhu për me kry. Edhe në këtë rast është një mënyrë shumë e mirë edukative për me jap përveç përgjegjësive me lanë gjanat nganjëherë me rrjedh në formën qysh. Edhe nëse bëjmë gabime, nuk është fundi i botës, do thotë gabimet na mësojnë për me mujt me përmirësu ma vonë, edhe në këtë rast epja përgjegjësive, shpërndamja e gjanave të cilat na si prindër nganjëherë i marrim më shumë se sa që na takojnë, kish me qenë një strategji shumë e mirë për me mujt me përmirësu pastaj edhe këtë lidhjen që folëm në aspektin emocional që e krijon, por njëkohësisht edhe me ngrit besimin sepse në momentin kur prindja kryen gjitha, nënkupton që për fëmin ndoshta nuk po i beson se mundet ai me kry. Do thotë ne flasim për mënyrën që ne duhet t'ju japim përgjegjësi edhe t'ju besojmë vazhdimisht. Sepse fëmin secili e njeh në këtë rast. Secili prindër e din çfarë fëmijë ka nëse është afër tij, nëse i qëndron me gjitha gjanat, me gjitha nevojat dhe kërkesat. Nganjëherë janë të pa realizueshme, duhet më shpjeguar arsyeën pse nuk është e realizueshme. Do thotë nuk mundesh me thonë nuk ka mundësi sot, mirë po duhet më jap një argument shumë më të fortë bën sepse Gen Z nuk e merr do thotë si valide ata ti ku i thonë nuk muj. Pse nuk mundesh? Në aspektin financiar janë shumë preokupuar mënyra qysh me mri do thotë me mbjertu. Shortcata kanë qenë. Po, dojnë do thotë në formë sa më të gatshme, kështu që një thirrje ndoshta edhe për prind me jap hapësirë që vetë me aktivizu fëmin. Se prindë nganjëherë nuk e kanë edhe durimin e duhur, me dhënë atë hapësinë që e meritojnë. Që për cilën kanë nevojë ata. Kuptimi, okay, s'po e bën ç'po e bëj vetë. Pra, le ta bëjnë. Në mënyrën e tyre po le ta bëjnë, edhe nëse se bën një herë mirë, ka më ardhur koha kur. Pikërisht, pa bo gabime nuk mundesh me pastroj dhomën, rregulloje kë, do thotë nuk është përgjegjësi e prindit në këtë rast mja pastru çdo ditë dhomën fëmis. Janë shkallësi që duhet me i bo prej fëmijërisë, në mënyrë që me shkarku dhe prindin aspektin, sepse ai tek e fundi aty jeton. Do thotë ne si gjeneratë kemi qenë shumë të fokusuar te pjesa mirëmbajtjes, mirë po në këtë rast nuk mundem me u kry gjitha gjanat, sepse ne nuk mundem me i kry pastaj gjanat që neve na takojnë, edhe kështu që mbesim do thotë mbrapa në shumë prindrimi është prindrim aktiv në këtë rast edhe është prindrim demokratik nëse kemi një lloj marrëveshje të përbashkët. Ti sot e bën këtë pjesë, unë e bëj këtë, edhe pastaj kemi kohë bashkë me të dytë. Me kalu kohë do thotë në këtë rast, edhe me fëmijën. Nëse dëgjoni shkon ideale. Fatlinda, në fund bisedës na humbën shpresat e Gen Z-a, a kemi shpresat Gen Alpha jo? Gen Alpha do thotë në aspektin e inteligjencës artificiale është diçka shumë e ndikume, avancume, mirë po edhe për ne sot në tregun e punës përdorimi i inteligjencës artificiale ka pas shumë efekt edhe të mirë në këtë rast, mirë po sa i përket të ardhmës, aspektin e profesioneve që diskutohet që ka me pas një lloj ndryshimi në aspekt fuqisë punëtore edhe kështu. Gen Alpha duket me qenë ndoshta më afër në aspektin e emocioneve për shkak se në këtë rast secili person ka me pas parasysh ju jep fokus pjesës së ndjenjave. Do thotë nëse Gen Z ka kërkuar ndihmën në aspektin e mental health në shëndetin mendor, Gen Alpha ka me qenë shumë më i njoftuar këtë rast sepse këto janë konsekuencat që kanë mujt me sjell personin me qenë në gjendje depresive, me ankth dhe kështu. Do thotë vëmendshmëria për shkak se përdorimi është shumë i madh, kështu që kemi shpresë më thon, po na duhet shumë punë. Okej. Pra Gen Z është ai si në mesin e tranzicioni. Gjenerata e tranzicionit. Po, tranzicion, referohet. Mes gjeneratës të ma hershme edhe gjeneratës shpresdhënëse, sa thonë, hajde po quajmë të zhvillimit. Mirë, shumë faleminderit Fatlinda. Faleminderit, na që dojmë gjithmonë bashkë.